Dita e 10 e grevës së naftëtarëve në Marinës ka nisur me një tubim para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, ku me pankarta në duar kanë shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund plotësimit të kërkesave të tyre. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, gjatë këtij tubimi përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar e filmuar punojësit, një formë presioni që është ndjekur si taktik nga ata edhe gjatë tubimeve të mëparshme. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizata shoqërisë civile nga janë bashkuar kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështetje ndaj nesh. Nuk ka pas reagim përveç se drejtuesit të fushës një qytetar kinez i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara. Ndërkohë gjendja shëndetësore e 10 anëtarëve të Këshillit Sindikal, të cilët janë në ditën e 10 të grevës së urisë pa afat përkeqësohet nga dita në ditë, por ata janë të vendosur të rrezikojnë dhe jetët e tyre për të mos u tërhequr nga kauza e tyre. Nëse nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjekut na thot dilni se është çështje serioze. Jeni vendosur gjithë? Po. Jemi vendosur. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përdesa e pohon që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Situata është shumë e vështirë për ne. Dje isha vetë i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po doja dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më tha për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza e jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për vendin tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Ne jeni vendosur të rrezikoni edhe shëndetin tuaj. Derisa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë këtu kemi familje jashtë, mezi presin ne të dalim, por do durojmë. Inxhinier por të mirë. Kështu jemi ne, thonë inxhinierët e rinj Valter Nukaj dhe Arti Bajrami, të cilët prej vitesh nuk njohin rritje page. Kryeministri thotë që punë ka, por profesionist jo. Ne ja ku jemi, le të na vlerësojnë, thonë ata. Ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne duam vendburimin në shtijoni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionistë, se ideja është, thotë kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Nuk mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jon, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. E ndërsa kompania nuk ofron asnjë zgjidhje konkrete, naftëtarët ende nuk kanë asnjë përgjigje nga kryeministri Rama dhe nga ministria përkatëse.